I keni përmendur disa ditë veçanta cilat janë në muajin tetor, a mund na flisni pak për to? Muaji tetor është rrush nga datat në rëndësi, rrush nga mundësitë që kush do të qohet nga qeveria, nga shoqëria civile, nga mekanizmat, nga institucionet, nga entet, ta shfrytëzojë për një fushat sensibilizuese të kujt do të qohet, duke u nisur nga vetvetja. Nuk dua ta hedhë shumë nga anash, duke u nisur nga vetvetja. E patëm ditën botërore të ushqimit ose të ushqishmërisë, e patëm ditën botërore të varfërisë, e patëm ditën botërore të standardeve, të statistikave, të vetëdijësimit të konsumatorit. Gati çdo ditë ka pas një datë në rëndësi, nuk u kujtohen të gjithat, por megjithatë kemi kohë ende edhe 11 ditë të tetorit që të dëshmojmë se jemi pro konsumatorit dhe mbi të gjithat pro vetvetes, se konsumatorë janë dhe të gjithë qeveritarë dhe parlamentarë, të gjitha partitë antarësinë kanë konsumatore, edhe ju si medium të gjithë shiqëuesit i keni konsumatorë që konsumojnë duke shijuar programin e kanal vjetësit. Po, sa i përket përmende ditën e ushqyerjes, sa po ushqehemi shëndetshëm, sipas jush po hyjnë ushqime të cilat kanë datë skadence, po ashtu produkte të cilat po shiten pa